Përshëndetje të nderuar shikues të Klan Kosovës. Unë jam Qëndresa Tërshani, bashkë do t'jemi në këtë edicion më të ri të emisionit EduMedia, i cili mbështetet nga OSBE-ja derisa realizohet e transmetohet këtu në Klan Kosova. Jo pa shkak kemi vendosur që në këtë edicion të ri të trajtojmë krejt zhvillimet e reja që e lidhin mediat me teknologjinë, mediat me nxënësit e mediat me gratë. Por këtë edicion të parë të kësaj serie të EduMedias ja kemi kushtuar atyre që në fakt mund të cilësohen një farë themeli i problemeve në gazetari, dezinformimi, keqinformimi e lajmet e rreme. Kam kënaqësinë që në studio t'i kem dy profesionistë jashtëzakonshëm që e di më së miri problematikat e kësaj teme. Me mua është Selbeze Haxhiaj që është gazetare hulumtuese dhe po ashtu Festim Rizanaj që është hulumtues në platformën hibrid. Faleminderit shumë që gjatë kohët vini. Zotëri Rizanaj, nëse mund na tregoni hibridi vazhdimisht po bën hulumtime sa i përket dezinformimit, lajmeve të rreme, rëndësisë së edukimit medial padyshim, por a mund na tregoni sa po keq informohet, sa po publikohen lajme të rreme aktualisht në vend dhe pse po bëhet kjo? Po, hibridi, domethënë hibrid.info merret me monitorim ditor të mediave, portaleve informative, domethënë po ashtu krahas kësaj merret edhe me disa media që servojnë veten si media, por janë të dyshimta. Edhe faqe dhe llogari në media sociale të cilat insistojnë apo në një farë forme mundohen me paraqit veten si informuese, si faqe informuese e të tjera. Krahas kësaj, domethënë, ne i monitorojmë edhe mundohemi mi identifiku format të ndryshme të çrregullimit informativ duke i klasifikuar në format të ndryshme, domethënë prej lajmi rrem, dezinformat, manipulimi fakteve, gabime të ndryshme që ndodhin, clickbait, artikuj e të tjera, edhe brenda ditës ne 3 deri në 4 i publikojmë fact-checking apo demaskime që i bëjmë, ku nëse muj me bo një strukturë se si kjo funksionon, është që në media, portale informative, zakonisht ndodhen artikuj me tituj clickbait, ku vendosët një titull, sidomos të kronikës së zetë, për aksidentën të ndryshme, edhe nuk bëhet e ditur në titull vendodhja e ngjarjes, e këto artikuj klikohen, ose ka gabime apo përmbajtje të paverifikuara, gabime të ndryshme gjatë kalkulimeve që bëhen lajme të ndryshme që kanë të bëjnë me shifra, për shkak të shpejtësisë mundet me hik ndaj detaj, apo përmbajtje të paverifikuar, edhe kjo për shkak të shpejtësisë, po besoj që plasohet një informacion, por që nuk është verifiku a ndërlidhet me ngjarjen, apo është fotografia e asaj ngjarje, apo jo. Pjesa tjetër është ku manipulimet e fakteve, dezinformatave, mashtrimet të ndryshme, këto kryesisht plasohen në media sociale nga faqe të ndryshme që shpeshherë kanë prapashtesat info apo pres me idenë se e kryejnë aktivitetin e informimit, edhe aty plasohen në të gjitha platformat tu fillu prej Facebookut, në Instagram, po së fundmi kemi vrejt edhe një ngritje të madhe të TikTokut. Zone Haxhiaj, nëse mund ta tregoni nga përvoja ju shumë vjeçare në gazetaria, ka ndryshuar arsyeja pse po dezinformohet dhe po keq informohet sot, pasi që e dim që jo gjithmonë në etapa të ndryshme të zhvillimit vendit ka pasur arsye të njëjta pse janë publikuar lajme të tilla. Arsyet gjithmonë ndryshojnë varësisht nga politikat lokale, çështjet që lidhen me problemet brendshme të një vendi deri tek çështjet gjeostrategjike, cilat e bardhin këtë rrjedhë dhe këtë makineri shpeshherë të pafrenueshme, të pakontrollueshme të lajmeve të rreme. Kuptohet që arsyet janë nga interesat politike, grupeve të biznesit deri tek politikat që formsojnë zhvillimet ndryshme botërore. Ajo që ka ndryshuar më tepër është aftësia për të kontrollu lajmet e rreme dhe për të frenu lajmet e rreme. Nëse më herët përmes gazetave ose televizioneve, edhe tash, është shumë e mundur filtrimi i lajmeve, është shumë problem për të ndalë këtë rrjedhë të fuqishme të mediave online, mediave sociale. Ju e shihni për shembull që mënyra ose aftësia për të shpërndarë lajme të rremshme është shumë fish më e madhe se sa ajo për të kontrolluar, se për të verifikuar ato. Për shembull, një figurë publike që ka me 1000 followersa, në brenda sekondash mund shpërndar një lajm rrem, ndërkohë që duhet
jave ndoshta muj për të verifiku. Pezon një politikan që jap shifrat, statistika për zhvillim ekonomik ose për papunësi ose për punësi ose gjona tjera ose figura tjera që përhapin mrena ditët me shpejtësi dritës lojme të rema dhe është shumë problem për t'i kontrolu ose për t'i verifiku ose dhe kur të verifikuan nuk e kanë ma efektin ose peshen asaj që me cilën plasohen fillim. Dhe rreziku gjithmonë ekziston i çështjeve të sigurisë, tensioneve të brendshme, tensioneve ndërretnike. Ne kemi qenë dëshmitar situatave të ndryshme ku një lajm jo i verifikuar kanë gjallë shumë reagime, kanë gjallë shumë tensione brenda dhe gjithmonë është problemi se sa arrim për të i kontrollu se për të frenu kur është çështja e sigurisë brendshme të një vendi, sigurisë kombëtare apo thjesht çështjeve në cilat mund të shkaktojnë dëme afatgjata ose dëme të parivarueshme. Dhe unë po e shoh një rrjedhë të fuqishme. Për shembull, nëse festimi përmend që arrin me verifiku 3-4 lajme në ditë, kjo është një alarm. Definitivisht është një alarm, sepse kemi parasysh sa tjera nuk arrin të kontrollohen ose dojnë kohë derisa të verifikohet përmbajtja e tyre. Dhe në këtë ambient, vamit gazetari ose këtë dëpërtimit lajmeve të rrema shoh akoma një pikturë të zëmt se si do të mund të ballafaqohem me këtë makineri, kisha me thonë të fuqishme të kontrollit medial. Po është edukimi medial mënyra e vetme e luftës temi kështu kundër dezinformimit edhe lajmeve të rreme, edhe sa është bërë mjaftueshëm për edukimi medial në Kosovë. Do flasim pak më vonë edhe për punën e institucioneve, sa kanë bërë mjaftueshëm që të ligjërohet edukimi medial në përshkolla, po megjithatë si vedije e përgjithshme, a është edukimi medial mënyra e vetme e luftimit? Po, në mënyra e vetë me luftimit, me vetëdijsimin e audiencës, sigurisht që edukimi medial është alternativa kryesore, thjesht me nxit ta mendimin kritik, në mënyrë që me mujtë mi identifiku lajmet e rreme, format e tjera të çrregullimit informativ. Do më thonë, ne mundohemi me plasu edhe artikuj të ndryshëm edukues në kuadër të platformës tonë, thjesht me obë të ditur atyre format e çrregullimit informativ edhe me pas kujdes në ato përmbajtje që plasohen kryesisht në media sociale. Thjesht në mënyrën se si një faqe identifikohet, do më thonë, a qëndron para pa faqes dikush, do më thonë, a kanë impresum, a kanë kredibilitet për me plasu informacion, thjesht është një nga format që audienca duhet ta ketë parasysh. Po ashtu, në kuadër të dezinformimit apo çrregullimit informativ, ne e praktikojmë edhe konceptin që njihet si pre-banking, do më thonë, një paramas ndaj dezinformatave, për shembull bëjmë analiza të ndryshme se është vërejt një shprehi e tillë në krijimin e llogarive të ndryshme në TikTok me idenë se sidomos gjatë fushatave parazgjedhore ku krijohen me këtë ose me atë parti edhe plasohen informata krahas atyre edhe dezinformata. Edhe na mundohemi me kriju, domethënë me plasu analiza që me i parapërgatit audiencën që kur të i shohin këto me pas parasysh apo mashtrimet të ndryshme që publikohen në mediat sociale me idenë se japin kredi apo format të tjera, edhe lidhur me këta thjesht mundohemi që me kriju artikuj të tillë hulumtues që audienca me i pa format se si po zhvillohen edhe thjesht mu eduku që mos me marr ose mos me ra prej e atyre mashtrimeve se ka të tillë që e kanë pësu. Por në këtë epokën e informacionit digital sidomos, është bërë mjaftueshëm në ngritjen edhe vetëdijsimin sa i përket leximit të këtyre lajmeve, po gjithmonë me një mendim kritik. E kem parasysh edukimi medial në thelb është një mendim kritik, po pasi që nuk është i shpërndar, a janë mjaftueshëm qytetarët të edukuar që secilin lajm me pa në mënyrë kritike? Jo, definitivisht edhe katedrat e gazetarisë goxhavohen në Kosovë i kanë kushtu kujdes edukimit medial në përgjithësi, jo vetëm përmes studentëve, kuadrave që ato nxjerrin, por publikut në përgjithësi. Ajo që mungon akoma është një lloj, kisha me thonë një lloj liste e zezë për të pa që cilat media vlejnë ma pak për të klikuar se kanë rrezik. Ne si gazetare bëjmë këtë lloj filtrimi në mendjen tonë, në logjikën tonë,
por kur vje puna tek një gjenerate e re ose tek lexuesit e rëndom e kanë shumë të vështirë me bë dallimin çka përbën lajmi i rënd dhe çka përbën lajmi i diskutueshëm ose i dyshim, sepse ata nuk e shohin, para nuk klikojnë gjithkohë, këto algoritmet e mediave sociale japin këtë mundësi. E dyta, ata nuk i kanë bazë kriteret bazë të një lajmit verifikueshëm që ka burime kredibile dhe si rezultat e marrin si të mirëqenë, u shehen me qatë lloj. Dhe kjo është rrezikshme sepse media sociale, tregu medial në Kosovë dhe gjithë botën është problem global kjo, e mundsojnë të shumë ma zërë të filtrohet. Sidomos edukimi medial unë shpeshherë shoh këtë probleme edhe vetë në media, se sa tek masa e gjerë ose tek publiku i rëndomt. E kemi një gjenerat të gazetarëve cilët nuk janë marrë shumë me verifikim të lajmeve, nuk janë marrë shumë me gazetari hulumtuese dhe si rezultat janë mësuar në një lloj, kisha me thonë, një stili të protokollit qeveritar, gjithçka që vjen ose që publikohet dikun ose çdo pohim, pezon zyrtar publik merret si i mirëqend pa ndaj lloj filtri. Domethënë, unë shoh spari këtu problemin e edukimit medial, pastaj te masat e qytetarët e rëndomt, të cilët akoma nuk janë mësuar për të filtruar lajme. Dhe ne kemi gjithë ato media që mrena ditës kopjojnë njëra tjetrën nëse një lajm është shumë i rrem, pezon Klan Kosova merret me shpejtësinë e drejtë në gjitha media dhe pa u filtru. Dhe kjo është ajo që përbën bashkë me media sociale atë farë rrjedhën e fuqishme të lajmeve të rreme që shfrytëzohen edhe një lloj niveli shumë i ulët i edukimit medial që bartët prej një redaksi. Ju e shihni që tregu medial në Kosovë vun shumë nga aspekti financiar, si rezultat gazetarët paguhen pak, janë të ri pa përvojë, dhe ata nuk i kushtojnë shumë rëndësi një gazetarie cilësore, një gazetarie të mirëfillt, një gazetarie të mirë të verifikume, për arsye se media ku ata punojnë nuk praktikojnë ato standarde. Dhe kjo është gjithashtu një prej faktorëve kryesorë që ndikojnë në këtë lloj çrregullimi medial edhe në këtë lloj ambientit gazetarisë dhe këtë nivel akoma të ulët që ka publiku në media, në besimit, nivel të ulët besimit që publiku e ka në mediat e Kosovës. Po, e përmendet që duhet me ngrit një farë alarmi nëse brenda ditës ka më shumë se 3 lajme të rreme ose dezinformata ose keq informim. Por një farë stopimi për krejt këto, një farë ndalje për këto është domosdoshmërisht edukimi medial në për shkolla. E dim që ka prej vitësh është si një lloj iniciative, megjithatë nuk është asgjë definitive që edukimi medial përfundimisht të ligjërohet në për shkollat e vendit. Iniciativë, domethënë, nuk po shihet një vullnet nga institucionet që me përfshi edukimin medial si lëndë obligative në kurrikulat mësimore, edhe pse është bërë thirrje tu fillu prej departamentit të gazetarisë e institucioneve të tjera, po edhe prej shoqërisë civile, një përpjekje e tillë domethënë nuk ka has në rezultat. Sot në kurrikulat mësimore thjesht mësohet edukimi medial si mësim ndërkurrikular, domethënë në lëndë të caktuara, për shembull në gjuhë shqipe mundet më marrë një lajm, më trajtu në aspektin gjuhësor dhe me identifiku deformimet gjuhësore në atë landë, po në aspektin, për shembull në landën e biologjisë, kur viruset e ndryshme ose pandemitë e ndryshme kur spjegohen, mundet më marrë lajmet e rreme të tilla që janë plasu për pandeminë COVID-19. Kjo është ajo forma që është praktik, po ashtu edhe me vetë iniciativë të disa mësimdhënësve për disa shkolla të Kosovës, është në një farë forme në bazë brenda shkollës është vendosur që me qenë edhe si landë zgjedhore edukimi medial, po kjo krejt është vetë iniciative atij institucioni shkollor. Edhe pse thash është bërë një përpjekje, për shembull Departamenti i Gazetarisë ka edukuar mbi 3000 mësimdhënës në aspektin e edukimit medial në bashkëpunim me sindikatën, domethënë me Zbashkun. Në gjithë Kosovën, thjesht mi përgatit ata që me qenë të gatshëm, që nesër mas nesër nëse kjo landë është obligative, domethënë bëhet obligative, atër ata me kontribu, me dhanë kontributin e vetë. Edhe pse kjo është një temë specifike në një farë forme, se po e fusim si landë obligative, po shkollën fillore të ulët, për shkollën fillore të lartë, po shkollën fillore, po mendoj të mesme, atër duhet të krijohen edhe domethënë plane mësimore. Mungesa e librave është një problem që duhet më përshtat me nevojat e nxënësve.
Zona Gje, si pas jush, pse institucionet nuk e kanë seriozisht futjen e edukimit medial në përshkolla? Tu e marë parasysh që ata jo rrallë herë kanë kritikuar vetë mediat për publikim të lajmeve, ndoshta jo sakt. Festimi ma përkujtoj një element, ju e një Facebookut, sasinë njerëzve që ke friends në Facebook, unë shosh për shherë mësim dhënës të nivellit mesëm që shpërndaj në faqet e ty në lajme të rame. Edhe kjo më trishton. Definitivisht të rishton, sepse kom parasysh mësim dhënës të tjilë se qëfar bartin të në zonë se të qëfar mesazhi bartin këta kur bojnë shpërndaje të lajmeve të tjila ose pa najloj kriteri. Po definitivisht sistemi arsimor qalon në plot situata dhe ju e dini që për ma shumë se 2 dekada ka pas shumë eksperimente me sistemin arsimor, qofse përket edukimit medial, çështjes edukatës religjioze, çështje që mbeten akoma të ndjeshme dhe shumë problematike për të inkuadruar në sistemin arsimor. Ajo që duhet është kuptohet që mësimdhënësit s'pari, sidomos këta të nivelit të fakultetit edukimit, të kenë më tepër materje që ka të bëjë me edukatën mediale, sepse ata janë dora e parë që edukojnë një gjenerat, sidomos në ciklin fillor edhe të mesëm, por ju e dini, ju përmendet institucionet ka plot mangësi në sistemin kurikulor të Kosovës dhe e kemi pa për shembull se çfarë ka ndodhur me legjislacionin që rregullon çështjen e media, me ligjin për KPM, me disa gjëra esenciale që prekin direkt këtë problem dhe që ka një efekt zinxhir në plot çështje tjera, në edukimin medial, në frenimin e lajmeve, tramën në verifikimin ose burimin e financimeve ose pronësinë e mediave. Ne kemi një ligj që tashmë ka shkuar kushtetuese dhe duket që sipas gjitha gjasave, kushtetuesja ka gjasa të nxjerrë falishmëri ose në një farë mënyrë mos përshtatin disa nene këtij ligjit. Vetë akoma çështja e rregullimit mediave në Kosovë një fushë akoma e pak kontrolluar sa i përket aspektit ligjor dhe ky nuk është tipar veç për Kosovën, është tipar edhe për vendet e tjera të rajonit, për gjithë botën, sepse teknologjia ka mundsuar një rrjedhje të fuqishme të lajmeve të rrema të rregullimit medial, ndërkohë që institucionet edhe vendet janë shumë të ngatëta për t'ju kundërvuar kësaj dhe do të jenë konflikt që për një kohë të gjatë do të jetë një lojë pa barabartë në një fushë që mes asaj kontrollit edhe edukimit medial dhe verifikimit karshi rrjedhës fuqishme të lajmeve të rrema që vinë me internetin, media sociale dhe forma tjera. Po, në këtë kohë fushate, po dim, ndonë se jo zyrtarisht, vendi ka hyrë nga dalë në fushatë zgjedhore, është domosdoshme që të merren masa edhe më kundër lajmeve të rreme, dezinformimit edhe keq informimit edhe çka mund të bëhet tutje për arsye se nuk kemi edukim medial tashmë po dihet. Po, në aspektin profesional, për shembull, media duhet me qenë më të kujdesshme në plasimin e informatave që vijnë për fushatën, para zgjedhore, çfarë do qoftë ajo, në mënyrë që mos me ra prej edhe mediat e një propagande të një partije politike me plasimin e disa të dhënave të caktuara. Kjo është sa i përket për shembull mediave, që kujdesi i tyre i ndihmon edhe audiencën që mu informu drejt. Po njëkohësisht edhe shoqënia civile, e grupet që merren me fact-checking, verifikimin e fakteve, është mirë që thjesht me rrit atë dozën e monitorimit në mënyrë që mi vrejt edhe manipulimet e ndryshme që ndodhin në media sociale, se sot lufta kryesore ose ajo arena kryesore e plasimit të këtyre propagandave të ndryshme janë media sociale. Edhe gjatë punës ne kemi vrejt se ka fillu një lloj parafushatë dezinformuese e kena quajtur me krijimin e disa faqeve të ndryshme që plasojnë dezinformantra kundra njëna tjetrës, edhe një formë e tillë që shme thonë mundet me ndiku në perceptimin për një parti ose për një politikan të audienca ku kryesisht ato e kalon një kohë gjatë në media sociale, sepse sot nuk besoj që dikush e merr një informacion me www.klan
kosova.tv, po futët në rrjetet sociale dhe algoritme që ka t'i servojnë, ai i shikon pa një qasje kritike që mund t'a manipuloj atë me një pamje, me një video, me një përshkrim të shkurt, me një manipulim të një fotografie e të tjera e të tjera. Faleminderit shumë që gjatë kohë të vini në Klan Kosova dhe të shpalosi më shumë detaje sa i përket rëndësisë së edukimit medial, sidomos në këtë kohë. Faleminderit shumë zënia Haxhiu. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, kaq kishim sa i përket edicionit të parë të kësaj serie të Edumedias, derisa ne shihemi në serinë tjetër. Mirupafshim.